Leti më lejo së pari të prezantoj se si ka qenë gjeneza e këtij podcasti. Domethënë një miku im I cili unë e përshëndes me këtë rast Ditmir Eliajn, I cili më tha, "Enx, më vjen shumë keq në gjithë të epokën e podcasteve, ne vetëm mos kemi një të dedikuar posaçërisht për persona me aftësi të kufizuar dhe duke parë kontributin tim underground ndër vite në bashkëpunime të ndryshme që kemi bërë për realizimin e disa aktiviteteve sociale argëtuese për personat me aftësi të kufizuar, më tha besoj ka ardhur momenti yt që ti të ekspozohesh, por zëri yt të jetë një këmban alarmi fort për institucionet politik bërëse dhe njëkohësisht për të gjithë kategoritë tona për treguar problematikat që ne kemi në përditshmëri. Dhe realisht fakti që është titulluar në ndryshe është pikërisht për të treguar të gjithë këta personazhe, të cilët vinë me histori të dhimbshme nga mbrapa, por jo për t'i etiketuar si viktima të kësaj shoqërie, por për t'i prezantuar si asete potenciale. Pra ata janë njerëz të cilët janë të arsimuar, janë njerëz të cilët janë të trajnuar, janë njerëz që kanë vështirësi për t'u integruar në tregun e punës. Dhe ky ka qenë pikërisht qëllimi kryesor I podcastit, që ne t'i japim një vëmendje dhe një hapësirë publike këtyre njerëzve që kanë diçka për të thënë. Ka një mesazh dhe nuk janë vetëm personazhet e VIP-ave, le të themi të showbizit, të spektakleve dhe të botës së biznesit, ata të cilët prodhojnë kaq shumë lajme dhe klikime. Mund të jetë dhe kjo kategori të cilët problemet e tyre kaq të forta prodhojnë tituj të fortë, por jo në kuadër të klikimeve, sesa në kuadër të ndërgjegjësimit publik.